Jemi kthyer në studio të flasim tani për panajirin e librit që nis sot, por në veçanti për gjendjen e librit. Si ka ndikuar kriza në gjendjen e librit. Për këtë arsye kemi ftuar sot në studio zotin Ndriçim Kulla botues. Mirëmëngjes dhe mirë se vini zoti Kulla. Mirëmëngjes, mirë se erdhët zoti Kulla. Mirëmëngjes. Sot është hapja e panajirit të librit, i mbritur në një edicion të rëndësishëm në 100 vjetorin e pavarësisë, është një moment gjithashtu edhe për të folur për gjendjen e librit në Shqipëri. Ju si e përshkruani? Po të marrim po të bëjmë një krahasim, të krijojmë një raport ndërmjet librit dhe 20 viteve më parë, është si të themi si nata me ditën. Ka një përmbysje pozitive. Dhe libri përgjithsisht ka shoqëruar zhvillimet ekonomike e sociale, ka patur të njëjtin kurb me to, mos të themi që rënia fillon me librin, sepse ajo është pjesa më delikate e kulturës tonë, e cila karakterizohet dhe nga një specifik që se kanë kombet e tjerë, nga tregu i vogël dhe nga gjuha e kufizuar. Një gjuhë që se flasin popull të tjerë dhe s'ka lidhje me gjuhët e tjera. Për këtë shkak, libri kushtëzohet shumë, mund të themi, nga u flasë për librin, nuk për flasë për librin që presupozohet që njeriu e ndryshon, që e formon, që jep informacion, që jep dije për njeriu që krijon emancipimin, librin që krijon emancipimin e njerëzimit, të shoqërisë. Nuk flas për librin roz, për novelat, për romanet, dhe ato kanë vlerat e tyre. Po unë flas për librin filozofik, psikologjik, albanologjik, historik, edhe atë pjesë të letërsisë që ka filozofin brenda. Kjo lloj literature, u them që ka nevojë gjithmonë për mbështetjen e shtetit, dhe sidomos kur vinë krizat, siç bën edhe Europa, që për herë të parë ose në fillim e nis nga kultura, nga libri. Unë nëse më lejon mund të bëj një krahasim që patjetër. Unë librin vet e quaj, domethënë, një hirushe, e cila tërdita lan, pastron, bën punë të shtëpisë, nuk duket. Kështu nga ana e njerëzve, nga ana është prapa sken. Domethënë libri nuk ka të kërcëllimën që ka shtypje dhe që ka edhe po libri vepron nga dal, pa u dukur. Pra i gjan i rushes që bën punë të shtëpisë tërdita, por kur vjen puna, kur ka një ballo, librin e kërkojnë që i rushen e kërkojnë që ta çojnë në ballo, që të kërcej. Duan të mburren, duan të shprehin përfaqësimin e tyre nëpërmjet librit, duan të shprehin shpirtin e tyre. Unë përgjithsisht kam qenur kritik, po jo në kuptimin dashamirës për këtë problem, për të gjithë politikën shqiptare, e cila era-erës ka pas vëmendje ndaj librit, por kjo nuk ka qenë një vëmendje, domethënë, konstante, permanente. Më lejo të shpreh, ta ilustroj me një shembull. Unë kam bërë një album për 100 vjetorin. Jam autori i këtij albumi. E kemi diskutuar në studio. Po, nuk do bëj për reklam, po dua ta sjell si fakt. Kam parë që, dhe këtë kam shprehur në album, që gjithmonë zhvillimeve politikeve, ndryshime politike, përjedhor ndryshime ekonomike e sociale, i kam paraprit ndryshimet kulturore, edhe me shpalljen e pavarësisë. Elementi më i rëndësishëm i saj ishte përgatitja kulturore që bën rilida si tanë. E njëjta gjë ndodhi dhe tek ndërtimi i shtetit shqiptar nga mbreti Zog, i cili kushtoi një rëndësi shumë të madhe kulturës. Kam parë gjëra të çuditshme që nuk i imagjinoja dot, që në atë kohë që ndryshimet
ndryshimet shoqërore ishin krejtësisht ndryshe edhe ekonomike nga koha e sotme, dhe çuditërisht shikoja se me atë pak buxhet që kishte i kushtonte një shumë vëmendje librit, e subvenciononte, krijonte forma të ndryshme patronazhi, mbante sigurisht subvenciononte edhe protagonistët e kësaj kulture. Gjë që nuk më rezulton që sot funksionon, po e përsëris, ka detaje të vëmendjes, por kjo nuk ka qenë e vazhdueshme. Libri nuk mbahet thjesht, do të thënë, ky libër sepse kemi kolana të tilla të filozofisë, të albanologjisë, të cilat një botus ose një studius nuk mund t'i bëj vetëm. Kjo nuk është praktik, kishte një pretendim që del nga unë dhe unë duke përfituar nga eksperienca ime, domethënë duke mbrojtur një farë mënyrë edhe interesat e mia, sepse interesat janë një personale, pastaj bëhen publike. Pra mendoj se unë them, kam kuptuar se kriza në një farë mënyrë ka gjetur politikën që është pranuar nga gjithë, të papërgatitur për politikën ndaj librit. Për të shërbyer librit. Po lexuesi nga ana tjetër, me dhjetra fakte. Me të drejtë. Kjo është çështje buxheti, çështje financash, me të drejtë kriza ka ardhur dhe ka një justifikim nga ana e shtetit për këtë problem, por unë e kam tek perspektivën. Duhet që kriza mund të jetë e gjatë. Ne tani jemi mbledhur në një panajir libri, shumë mirë që kjo është. Unë jam i kënaqur në një farë mënyre që u organizua ky panajir me përpjekjet e botusëve, domethënë me vullnetin se është një traditë e krijuar. Ki po organizohet. Kjo më jep një kënaqësi. Por përsëri pas atij shkëlqimi, pas asaj reklame që kanë njerëzit brenda, janë problemet e shumë të mëdha sociale që ka libri. Po lexuesi ndërkohë, zoti Kulla, si ka ndryshuar gjatë këtyre viteve? A është më ai lexuesi i cili letërsinë shqiptare e do fort edhe nuk e lë të shpëtoj për asnjë lloj rrethane? Ka ndryshuar lexuesi, ka një presion, mund të themi, ose ka një opinion që nga të lexohet letërsia shqiptare nga shtypi, se këto janë instrumentat që krijojnë ndjeshmëri më të madhe, shtypi, televizioni, radio. Ka një përpjekje që të sensibilizoj, të orientoj publikun drejt literaturës shqiptare. Kjo është jashtëzakonisht e mirë, sepse ne duhet të njohim njëherë veten, pastaj njohim të tjerët. Mirë po, problemet e mëdha kulturore që kemi ne, që kemi trashëguar, që janë për mendimin tim janë shumë të mëdha në raport edhe me popujt të tjerë, për shkak të rrethanave social-historike. Mendoj se kërkojnë vëmendje, kërkojnë projekte të mëdha nga ana e qeverisë. Madje u thosha që këto projekte duhet ballafaqohen, duhet edhe në fushata elektorale. S'kam parë ndonjëherë, s'kam dëgjuar ndonjëherë që libri diskutohet në fushat elektorale. Promovohet, për shembull, si një ide, është një kështu, hera herë hidhet ndonjë, po janë të gjitha belbësime. Nuk janë gjëra, sepse për fat të keq politikanët i drejtojnë votës, i drejtojnë njerëzve që votojnë. Komuniteti botusëve thotë është i vogël dhe harrojnë perspektivën e madhe, jashtëzakonisht e madhe, që ka ky komunitet për emancipimin e shoqërisë, që nuk krahasohet me askënd. Unë them e bëj gati me shkollën. Madje botimet janë prapavia e shkollës, se studentët nuk duhet të ngulen tek dijet, tek ato dijet që marrin nga një program, por dijet, po, në qoftë se vërtet pretendojmë që të bëhemi një popull konkurrent në Europë, siç kemi edhe inteligjencën, dhe s'kemi dhe inteligjencën si kom, por kjo inteligjencë duhet kultivuar.
atëre ne këtë mund të bëjmë vetëm duke krijuar atë që mendoj unë që quhet panteoni i librit, i cili për fat keq them me dhimbje dhe me dashamirësi nuk ekziston. Shpresojmë shumë, zoti Kulla, që ne në panajir t'ju shohim duke promovuar albumin tuaj fotografik, cili është ndërkohë në proces botimi dhe gjatë këtyre ditëve pritet të dalë në treg. Kam një vërejtje, nuk është album, fotoalbum. Jo, është album fotografik dhe me informacione të detajuara. Jo, më shumë domethënë, te kjo fotografia është një pjesë e vogël e tij, por aty ka dokumente, ka komente, ka statistika, ka kronika, ka interpretime. Ka shumë dhe atje është një farë historia e vogël në imazhe e Shqipërisë, që nga para shpallja e pavarësisht dhe deri në ditët tona. Një vepër për të mos u humbur. Shumë faleminderit që ishit sot në studio, zoti Kulla. Faleminderit. Mirë, dhe meqense po flasim për librin të dashur teleshikues, tani do të diskutojmë sërish për librin, por do të flasim për librin e parë të shkruar në gjuhën shqipe. Do të flasim për Mesharin e Gjon Buzukut, të botuar në vitin 1555. Në fakt kam rritur në Tiranë vetëm 2 ditë më parë me masa të forta sigurie. Ai ruhet ndërkohë në ambientet e bibliotekës kombëtare, atje ku do qëndroj i ekspozuar deri në datën 28 nëntor. Më pas ai do të rikthehet sërish në Vatikan, në bibliotekën e Vatikanit, andej nga ku ka ardhur dhe në fakt atje ku edhe është ruajtur për shekuj të tërë. Do të shohim fillimisht historikun e tij, do të kthehemi më pas në studio me Dom Gjergjmetën për diskutuar mbi të. Një ditë pas ekspozimit zyrtar të Mesharit të Gjon Buzukut në bibliotekën kombëtare, interesi për të parë këtë ekzemplar nga qytetarët ka qenë në pritshmëritë e studiuesve. Dokumenti i parë deri më sot i gjuhës shqipe por ruhet në kushtet e kërkuara të sigurisë nga Vatikani, madje ky i fundit e ka vendosur vetë në këtë kuti qelçi, pa lejuar që specialistët shqiptar ta prekin atë. Po çfarë është Meshari? Pse ky libër me 96 faqe të mbetura është kaq i rëndësishëm për ne? Meshari ruan ekskluzivitetin, gurin shenjus të fillimit të Shqipes së shkruar dhe të botuar. Meshar është një emër konvencional, sepse ekzemplari unikal është i dëmtuar dhe ne nuk i dim titullin, as ata që kanë zbuluar. Brenda Mesharit ka një larmi tekstesh, tekste fetare, madje edhe pjesë shumë interesante, një pjesë që ne kemi zgjedhur në katalog, një fragment këngë dashurie. Edhe pse deri vonë nuk dihem me eksaktësi vendi se ku ishte botuar, studimet të fundit vërtetojnë se Meshari është prodhuar në një shtyp shkronjë venedikase, vend ku jetonte edhe Buzuku. Ky ekzemplar që shohim sot, sipas Aurel Plasarit, ka shpëtuar dhe ndodhet në Vatikan për këtë arsye. Libri i Buzukut ka rënë pre e indeksit famshëm, famkeq të Kishës Katolike, lidhen me koncilin, me një koncil të Kishës që ka pikërisht edhe kohën e Buzukut, ku ka lindur shqetësimi për botimet në gjuhët vulgare që quhen në gjuhët popullore, për tekstet pa kontrolluara të miratuara. Pre e tyre, pa asnjë dyshim, ka rënë edhe libri i Buzukut, të cilat detyroheshin të zhdukeshin. Nuk përjashtohet mundësia që ekzemplari për cilin flasim, që ka mbetur, shëruar të ketë qenë një farë ekzemplari i censurës ose i kontrollit. Njësoj si Meshari, Shqipërisi ndodhen jashtë territorit të saj, edhe armët dhe përkrenarja e Skënderbeut, 2 nga objektet më të rëndësishme të identitetit tonë kombëtar. Mirë, jemi rikthyer në studio të dashur teleshikues, kam rritur i ftuar jon, jemi me Dom Gjergjmetën, zëdhënës i Kishës Katolike. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Zoti Meta, në fakt gjatë ditës së djeshme nga Shqipëria, Tivari, Gjakova kanë qenë kanë qenë i peshkvit të ndryshëm të cilët e kanë vizituar Mesharin e Gjon Buzukut. Në ratë parë duhet thënë që me ekspozimi Mesharit, por edhe Mesharit, por edhe i disa veprave të tjera të antikitetit themi kështu të gjuhës shqiptare është një ngjarje e rëndësishme, mendoj, për këtë 100 vjetor, sepse në këtë 100 vjetor ne kremtojmë gjërat më të bukura dhe një ndër gjërat më të bukura që kemi është gjuha jonë, e cila ka origjinalitetin e saj brenda dhe gjuhëve europiane dhe ndërkombëtare, themi kështu, duke pas ato rrënjë të lashta indo-europiane. Prandaj që edhe sjellja e Mesharit nga Vatikani përbën një ngjarje të rëndësishme për këtë 100 vjet
vjetor. Dhe sigurisht vën në duke edhe kontributin e madh që Kisha Katolike ka pasur në ruajtjen dhe lëvrimin e gjuhës shqipe, sepse dokumenti i parë që ne kemi është pikërisht një meshar, pra një tekst liturgjik i gjuhës shqipe. Ka pas një koincidencë, një rastësi, ndoshta sepse dje i peshkvit katolik, pra hierarkët e Kishës Katolike të Shqipërisë dhe dy mysafirët e përhershëm që vinë nga Kosova dhe nga Malizi, kanë diskutuar pikërisht për përkthimin e mesharit të ri shqip, i cili bëhet duke u bazuar tek editio tipika që është ajo e Vatikanit. Dhe pikërisht dje që kanë diskutuar për përkthimin e mesharit të ri, ishte edhe ky rast i bukur për të vizituar mesharin dhe të them të drejtën, pash edhe emocione teksa shikonim atë tekst, teksa shihej tekst, u shoqëruam edhe nga Ministri i Kulturës, zoti Aldo Bumçi, në këtë ekskursus. Kishte emocione se zëndishmëria e Kishës Katolike për të mesharë të madhe. Edhe duke menduar edhe faktin që ato vepra janë shkruar nga paraardhësit e atyre që sot janë në krye të Kishës Katolike, dhe sigurisht kjo na bën të ndjehemi krenar. Krenarë sepse si Kishë Katolike, si Katolik, i kemi dhënë këtij vendi shumë, edhe ndoshta një nga gjërat më të bukura përveç shumë gjërave tjera është edhe fakti që është ruajtur gjuha pikërisht në ato oaze të veprave liturgjike, katekezës, në veprat me karakter fetar. Prandaj që ngjarja në vetvete shumë e madhe për gjithë shqiptarët, por për ne katolikët ka një objekt krenarie, sepse edhe themi kështu, përpara mesharit Gjon Buzukut kemi edhe të famshme formulë të pagëzimit Palengjellit, e cila sigurisht është edhe kjo një monument i kulturës gjuhësore shqiptare. Prandaj sigurisht këto gjëra na bën ndihemi mirë, edhe ky 100 vjetor është një rast i bukur për t'i shpalosur gjitha këto vlera që ka populli. Ti ke studiuar në Vatikan, sigurisht studimet liturgjike ke zhvilluar një pjesë të mirë atje, je i njohur. Unë kam studiuar në Rom, po. Në Rom, por që sigurisht je i njohur edhe ka përshtypjen në bibliotekën e Vatikanit Shiko, aty unë nuk kam hyrë asnjëherë në bibliotekën e Vatikanit, them drejtën, kam vetë për mua një tempull kështu i pa eksploruar ende. Sigurisht di them këtë që është një nga qoftë biblioteka, qoftë arkivi sekret i Vatikanit. Sekret është një fjalë tani më që nuk ka të kuptimin e mirëfillt të sekret, sepse me Gjon Paulin e dytë u hapën dyert edhe të arkivit sekret për të parë dokumentat e Vatikanit në mënyrë që historia të shkruhet ashtu si është. Për shembull, një nga çështjet që u pa dhe u trajtua me hapjen e sekretave arkivit të Vatikanit ishte edhe çështja e templarëve, për shembull, por për këtë do duhej një emision tjetër edhe ekspert të fushës në këtë gjë. Por sigurisht që janë qoftë biblioteka, qoftë arkivi sekret i Vatikanit, janë pasuri ndërkombëtare në të cilat ka një material të pafund. Por nga miq të mi di, edhe këtë nuk di ta them unë sepse nuk kam qenë kurrë, që një tjetër burim i jashtëzakonshëm për jetën e Shqipërisë, sidomos në atë periudhë që për ne është pak e errët nga koha e Skënderbeut, pra nga themi kështu pak përpara mesharit deri në 1912, që nuk kemi aq shumë informacion, ose kemi nga arkivat e ndryshme austro-hungareze ose edhe turke, ose arkivat osmane, ka në arkivin e Propaganda Fide materiale, dokumenta, relacionet pafundme që akoma nuk janë eksploruar mbi jetën e Shqipërisë, sidomos në këtë periudhë që pak a shumë na mungon, themi kështu, edhe pse ekspertët e din, osmanologët ose ato që janë marrë me studimin e perandorisë turke dhe sidomos me studimin e perandorisë turke në këtë cep të Ballkanit sikurse është Shqipëria. Dhe kështu që Vatikani në tërësinë e tij paraqitet si një burim i mirë për shkrimin e historisë të paktën të popujve tanë. Në gjithatë, si është praktika? Si mund të merren këto informacione, si mund të shkohet në Vatikan? Nuk ka ndonjë gjë komplekse. E para punës, më merr mendje që në bibliotekën e Vatikanit nuk shkohet thjesht për kuriozitet, duhet kesh edhe statusin e një studiuesi. Dhe sigurisht me anë të marrëveshjeve të ndryshme, për shembull, nëse është një institucion
që dërgon dikën, janë dy institucionet që merren vesh me njëri tjetrin. Në qoftë se është një individ që don të eksploroj të hyjë aty, ka rregulla të regjistrimit në bibliotekë, të kohës që don të qëndrojë aty. Nuk është e hapur për vizitues, është shumë e vështirë. Po, jo, nuk është e vështirë. Nuk është e vështirë? Nuk është e vështirë. Po për të kërkuar materiale? Nuk është e vështirë, jo. Mjafton të kesh vullnetin e mirë dhe të shkosh. Po mirë, ti vetë se nuk ke shkuar. Po sepse apo ka rregulla të tjera për ju? Interesi i studimeve të mia nuk ka qenë atë fushë. Unë kam studiuar në Universitetin Papnor Gregorian, edhe ai në Vatikanin, dhe brenda universitetit tim ishte një bibliotekë me 5 kate, në cilën dhe madje për kuriozitet mund të them që biblioteka më e madhe e marksizmit në botë gjendet pikërisht në atë universitet. Por unë kam studiuar lëndën e drejtës kanonike, sigurisht deri në atë stad studimesh ku kam shkuar unë, kisha boll materiale në bibliotekën e fakultetit tim, një nga më të mëdha në botë. Por në qoftë se do të lindi nevoja nesër pas nesër për një studim tjetër të karakterit doktorial, sepse atëherë ndoshta lind nevoja dhe të shkoj tek arkivat e Vatikanit. Thjesht ka qenë një çështje pragmatike, unë nuk kam pasur interes studimor. Mirë, kthehemi në vend ndërkohë. Është ekspozuar me Sharri Gjon Buzukut, do të qëndrojë hapur deri me datë 28 nëntor. Ajo vjen pak keq, do më gjerë që nuk do të qëndrojë në Shqipëri, por do të rikthehet sërish në Vatikan, sepse është një vepër që në fakt do ishte mirë ta kishim të Kisha Katolike. Jo, pasuritë botërore janë pasuri pasuritë temi kështu historike dhe kulturore të një enti janë të atij enti, nuk mund t'i marrim, sikurse nuk mund të marrim për shembull origjinalin e testamenteve të Drishtit, të katedrales së Drishtit. Ata janë diku në Kopenhagen, atje rrinë atë originalet, ne do të punojmë me kopjet, sigurisht, por ai do të shkojë atje sepse është pasuri e Vatikanit. Kopjet që kanë qenë këtu kanë humbur, por kjo nuk është faj i Kishës Katolike. Për të ndalur pak edhe tek gjuha që përdor Meshari, gjuha liturgjike, kryeministri i madh ka bërë një deklaratë duke thënë se do të ishte mirë që gjuha liturgjike të ishte edhe gjuhë standarde e shqives. Shiko, mbrëm bëm një eksperiment të vogël, atë ndërsa ishim bashkë me ministrin Bumçi dhe lexuam një tekst i cili është bërë me shkronjat e tanishme. Pra, themi kështu, janë transkriptuar shkronjat vetëm dhe pam një shqipe të jashtëzakonshme. Shumë afër me edhe imagjinojmë shqipe 500 vjetëve më përpara dhe ishte aq e kuptueshme, aq e prekshme dhe saqë na habiti të gjithëve. Dhe sigurisht që gjuha liturgjike tani duke ardhur tek pyetja juaj, ka një aspekt tjetër, sepse shpreh jo vetëm çështje teknike të jetës tonë të përditshme, por gjuha liturgjike dhe shpirtërore shpreh edhe dimensione të tjera që nuk i kap qoftë letërsia, qoftë historia, qoftë poezia, qoftë aspektet e tjera të gjuhës. Kështu që gjuha liturgjike ka atë pasurinë e vet që shpreh dhe pasqyron dimensione të njeriu që nuk mund t'i shprehi një mënyrë tjetër të përdorur i gjuhës. Mirë. Edhe një pyetje të fundit kam ndër Gjyshmeta, si ka qenë vëmendja gjatë këtyre ditëve, gjatë praktikave kishtare, gjatë meshës, gjatë të gjitha studimeve që ju bëni me të gjithë të rinjt apo edhe me pjesë të tjerë të shoqërisë për Biblen? është diskutuar, është folur për Mesharin këtë ditë, apo kam fjalën si është vëmendja të rinjve ndaj kësaj vepre? Këtë nuk e di, është një event që ka filluar para 2 ditësh. Mendoj këtë që nuk është bërë një parapërgatitje mirë mediatike. Për shembull, vetëm ditën e fundit kur mbritin në Shqipëri. Unë them sinqerisht, një miku im nga Roma më shkroi diçka, tha si do ta pritni Mesharin e Gjon Buzukut, thash, çfarë Meshari? Edhe ishte 2 ditë para se të vinte Meshari. Pra unë nuk dija fare se do të vinte ky Meshar, ndoshta ka qenë pakujdesia ime edhe e pranoj. Është publikuar në fakt në agjendën e aktiviteteve të pavarësisë, në agjendën e publikuar nga Ministria e Kulturës, por ndoshta nuk është përcjell me bujën dhe me vëmendjen e duhur mediatike. Do kishte fakti që kryeministri e vizitoi, fakti që hierarkët e Kishës Katolike e vizituan, mendoj që tregon rëndësinë e këtij publikimi. Sigurisht dhe
më shumë se sa pyetje, e juaj është një sugjerim për mua që të përfshi dhe trit, pak të trit aty ku jam unë, ku punoj unë. Unë personalisht e kam mësuar në shkollë, së të çfarë është rëndësia e mesharit të Shqipa, besoj si unë të gjithë breza. Po të gjithë e mbaj mendet në klasë 8, u Domi Gjoni, i biri Bdekut, të gjithë e mbaj mendet. Ndërsa tani e vendos në një kontekst të caktuar të kohës, kështu që ka një tjetër vlerë. Do ishte bukur mendoj që secilit ta vizitonte dhe sidomos trit që kanë studiuar dhe kanë e din paka shumë që ekziston këtë dokument dhe ta shofin të kene dhe vizivitetin e këtij dokumenti. Për këtë ekzemplar unik që ekspozohet në Bibliotekën Kombëtare. Mirë, Dom Gjergj, ju falenderojmë që jeni sot me ne. Faleminderit për ftesën shumë. Faleminderit juve. Mirë, të dashur teleshikues, kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ju urojmë një ditë të mbarë, mos harroni shkoni vizitoni Bibliotekën Kombëtare, të njihni dhe të shihni aty edhe veprën e parë, dokumentin e parë të shkruar në gjuhën shqipe dhe të ruajtur. Mirupafshim. Mirupafshim.